Me respekt dhe përulësi, jemi mbledhur sot për të kujtuar dhe nderuar një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë arsimore dhe kulturore të fshatit Barbar. Hapjen e shkollës së parë shqipe, si dhe për të përkujtuar e vlerësuar figurën e pishtarit të palodhur, të arsimit atetarit të paepur e ish të burgosurit politik Jetish Vishi, i cili nuk ishte vetëm një mësimdhënës, por një prijës, një mbrojtës i gjuhës shqipe dhe një edukator i palodhur. Ajo vetëm që fëmijët e mësonte të shkruanin e lexonin, por edhe ta donin kombin, gjuhën dhe historinë e tyre. Të nderuar të pranishëm, të dashur mësimdhënës e nxënës, familjar të mësuesit Jetish Vishi, mysafir dhe miq të dijes. Kjo akademi e organizuar edhe me mbështetjen e shoqatës së të burgosurve politik dhe shoqërisë Lëvizja është një akt nderimi për të kaluarën tonë të lavdishme, për njerëzit që mbollen dritë dhe një thirrje për brezat e rinj që të vazhdojnë rrugën e dijes me përkushtim, dinjitet dhe krenari kombëtare. Andaj në fillim për fjalën e hapjes, e ftoj veprimtarin e çështjes kombëtare, ish të burgosurit politik dhe ish deputetin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Xhevat Bisti. Vëllezër dhe motra, të dashur miq të shkollës shqipe, nxënës e mësues të nderuar, veteranë të arsimit e ju nxënës tashmë të moshuar të mësuesit Jetish, po i shoh disa që janë këtu. Të dashur bashkëfamiljar e palestrisë mësuesit patriot Jetish Vishi, bashkëfamiljar të dashur të pranishëm në këtë ditë të shënuar për Barbarin tonë. Kërkoj falje se unë edhe syzat i pas kam harru. Si kemi qenë pak presion të përgatitjeve të pritjes, po si dhe qoftë falenderues për të gjithë ju që respektoni kujtimin e shkollës së parë shqipe, kujtimin për mësuesin e parë të kësaj shkolle dhe për të gjithë pishtarët e arsimit, për të gjithë ata që shkollës tonë i vund themelet, e cila u bë bazë një herët edhe përparimit, edhe zhvillimit, po edhe kultivimit të vetdijes kombëtare, shqiptare, për të quar deri te lufta shërimtare dhe çlirimi i Kosovës, fatkeqësisht pa vishën e saj. Gjithë e mirë se ke ardhur nga Kërçova, kryetari i shoqatës burgosave politik, Shefik Sadiku, mirë se ke ardhur, Besnik, kryetar i shoqërisë Lëvizja për Maqedoninë Shqiptare, Sadik Halitjaha, Bekim, kryetari i Kuvendit të Pritjes, jo gjithë, më që marrë kohë se ka bukur shumë njerë që kanë mësuar, jo gjithë që keni marrë mundin e keni ardhur nga Petova, Fatmir Gjeladini, ambasador, profesor doktor, edhe mik shtëpie me mësuesin Jetish dhe familjen e tij, gjithë ju shok, bashkëpunëtar, veteran, dervish, izet, plot, se Berat Luzha, Baca Ramush, baba i komandantit, Azemi, komandant mjetre, gjithë ju, faleminderit shumë. Vërbani është një nga 2-3 fshatrat e para në anë moral që hapi shkollën e parë shqipe në 1 qershor 1923. Falë rrethanave që u krijuan gjatë luftës së dytë botërore, shkatrimi mbretërisë serbo-kroate slovene, Jugosllavisë së Krajlit, dhe mësuesit avdhetar arsimdashës Jetishit, i cili kishte krijuar misi e bashkëvepronte me qarse të përparuar avdhetarë gjatë shkollimit të tij në Shkup, ku edhe kishte mësuar ABC-n e gjuhës shqipe, dhe më pas edhe me konsullin shqiptar Hamit Kokollarin, i cili e kishte ndihmuar për ta perfeksionuar shkrim, leximin në gjuhën shqipe, duke i dhënë literaturë e gazetat e kohës. Në përkrahjen e tij, Hamit Kokollarit kishte shkuar në Tiranë në vitin 1942 për t'i njoftuar autoritetet e kohës me dhunën dhe terrorin që bënin poshtuesit bullgarë mbi shqiptarët. Ishte miku i tij Hamit Kokollarit që e kishte njoftuar për ndryshimin e kufirit midis zonës së pushtuar nga bullgarët dhe asaj nga italianët. Me këtë ndryshim, edhe fshati Barban kishte kaluar nga zona bullgare në zonën italiane, Shqipëri, siç i thoshin atëherë.
Kjo kishte krijuar kushte që mësuesi jetisht të shkonte edhe një herë në Tiranë dhe të bënte kërkesën për hapjen e shkollës së parë shqipe në Vërbat. Pas një jave i kishte ardhur vendimi e emërimit në Prishtinë të Selami Hallaçi. Me ta marrë vendimi kishte nisë përpjekjet për hapjen e shkollës së parë shqipe. Në 1 qershor 1943 kishte nisur mësimin në gjuhën shqipe për herë të parë në historinë e Vërbatit. Edhe më gjerë rajon. Etja e Vërbanasve dhe entuziazmi i tyre ishte parë me dërgimin e fëmijëve në shkollë. Nxënësit e parë ishin 40 vajza, 40 djalë. Ishte rast i rrallë në atë kohë që në një shkollë të kishte edhe vajza nxënëse, dhe jo pak të gjysma e tyre. Kjo edhe ishte e veçanta e kësaj shkolle, e veçanta e Vërbanit. Vështirë të gjejmë dhe një shkollë fshati në atë kohë me kaq vajza. Jetishi ishte mësues i parë edhe në rashtet të Shkupit dhe në lices të Kaçanikut, pastaj mësues në Zhenit të Tetovës, në Hotën e Listit, të Kumadorës, në Bllaz të Shkupit dhe në Kastriot deri në pension. Ai për veprimtarinë e tij patriotike në Organizatën Nacional-Demokratike Shqiptare ishte dënuar me burg dhe ishte persekutuar gjatë jetës duke lëvizur nga shkolla në shkollë nga vendi në vend. Mësues Jetishi për 6 muaj ka qenë drejtor shkolle edhe në Požaran, pastaj 9 muaj drejtor shkolle në Gërshik të tjera. Ndaj tij strukturat e pushtetit pushtues kishin organizuar dhe përhapur një majë me shpifje. Por ai mbeti mësues dhe adhetar i nderuar dhe me autoritet në të gjitha shtresat e popullit shqiptar. Pushtuesit dhe pushteti kolaboracionist kishin bërë çmos që të varroste ngjarja më e madhe kulturore për Vërbanasin. Shkolla e parë shqipe dhe themeluesi e mësuesi i saj i parë. Veç që nuk shënohej e festoi këtë ngjarje e madhe kulturore, por edhe shkolla e parë ishte rrafshuar me tokë që të shkulej nga kujtesa e Vërbanasve. Ironia bëhet edhe më e madhe kur edhe pas 26 vitesh në liri shkolla e parë shqipe nuk është ringritur që të bëhej muze fshati. Sidoqoftë, Kosova shqiptare, mësuesit dhe adhetarit jetish është e lirë dhe e pavarur nga Serbia, të tjera të vinë pastaj. Nderim e lavdim mësuesit e adhetarit nga Vërbani Vitris. Në vazhdim, më lejoni ta sjell para jush vetë mësuesin jetish me fjalën e tij që ka mbajtur në 50 vjetorin e themelimit shkollës, fatkeqësisht atëherë në xhami, sepse shkolla i kishte marrë pushtuesi dhe ne ishim të detyruar ta shënonim 50 vjetorin e kësaj shkolle në vitin 1993 në xhamin e saj. Edhe pse viti shkollor, thot tash mësuesi jetish, ishte në përfundim, nuk kishin mbetur më tepër se 20 ditë. Vullneti dhe dëshira ime e flakt ishte që të hapet shkolla shqipe. Këtë dëshirë dhe këtë etje për të shkolluar në gjuhën anëtare e gjeta edhe te bashkëtarët e mi të Vërbanasit. I lajmërova bashkëtarët që të dërgonin fëmijët në shkollë, dje me vajza pa dallim, duke filluar nga 7 vjeçë lart. Ditën e hënë në 1 qershor 1943, unë dola i pari të shkolla, për të krijuar një atmosferë solemne mbi derë të shkollës, vendosëm në një shtizë të gjatë kamonin tonë ku që zrim në shqipojnë në 2 krenare. Nxënësit filluan të vinin nga të 4 anët e fshatit. Një numër i vogël nxënësish, të cilët ishin më të vegjël, vinin bashkë me prindit e tyre për dorë. Fytyrat e fëmijëve ishin të qeshura, gëzimi i tyre s'kishte kufit. Befasia ime më e madhe ishte se në shkollën time a ditë erdhën edhe vajza, që përbënin gjysmën e nxënësve, rreth 40 vajza. Ky ishte një rast i rrallë sepse në atë kohë në 3 shkolla tjera të Moravës së Epërme, në Cernic ku ishte mësues Halil Beta, në Požaran Ilmia Jupi nga Begraca, dhe në Slatin Moabit Drugzani nuk ishte asnjë vajzë në shkollë. Ky sukses i përfshirjes së nxënësve dhe suksesi i vitit të ardhshëm e befasoi pamas inspektorin e shkollave të asaj kohe, Kol Kozmaqin, që ishte shkodran. Ai erdhi tek unë në inspektim në përfundim të vitit shkollor 1944. Si zakonisht në plan program të klasës së parë zhvillonin 4 veprimet aritmetikore brenda numrit 100, edhe pse kanë kaluar plot 50 vjet më kujtohet si sot.
kur në pranit e inspektorit, për djemve e nëzora në pras të zezë Ismail Sokoli. E pyeta për 4 veprimet e aritmetikës njërin pas tjetrit, duke përfshirë numrat brenda milionit. Të 4 veprimet pa kur një gabim i zhvilloi shpejt si vetima. Ndërsa nga vajzat e pyeta Lumshën e me shtushit të zezës. Edhe ajo i zgjidhje edhe më shpejt se Ismaili të 4 veprimet aritmetikore. Inspektori u befasua dhe mbeti pak i habitur për i gëzuar dhe pritje e foli. Dëgjore zotëri mësues. Kjo është e 50-a shkollë dhe e fundit që po inspektojnë e Kosovë. Këtë sukses që keni arritur jo nuk e pashtë në ndonjë shkollë tjetër. Ta Lumsha. Ndoshta mund të jetë të mos jem modest, por nuk mund të lë pa e përmendur se edhe çështje kombëtare nuk e kam lënë pas dorë kohë. Madje përpiqesha që të jem mësues edhe i të rriturve jashtë shkollës. Dhe mendoj se edhe në të drejtim kam pasur sukses. Sepse para 50 vjetësh rrallë ke mund të gjesh plak mbi 60 vjeç që të thoshte se unë jam shqiptar. Por vetëm turk e alhamdulillah, fatkeqësisht. Mirë po me kalimin e kohës dhe me bisedat të shpeshta e kuptuam drejt çështje kombëtare. Mësuam të bënim dallimin e kombit nga feja. Këto ishin disa kujtime të mia të lidhur me peripecitë dhe gëzimet e mia rreth hapjes së shkollës së parë në fshatin tim dhe tuaj. Edhe pse kam kaluar mëse 50 vjet ato kujtime e ato kënaqësi kur nuk zbehet dhe as nuk harrohet. Kjo është rruga dhe filli i shkollës së parë shqipe të Vërbanit, e cila nisi të punojë në kushte shumë të vështira e të rrezikshme në kohë të turbullta, por që sot ka marrë të mbarë. Më bëra zemra mal kur nga nxënësit e mi, nga nxënësit e shkollës së vendlinjes sime, shkollare, intelektualë me kvalifikime të larta, që kanë kryer fakultetet të profileve të ndryshme, mjek, inxhinier, profesor, arsimtar, mësues. Kjo është fitore e madhe, prandaj kur mendoj se prej cilës pikë kemi nisur dhe ku kemi arritur, them me ndërgjegje se e ka vlejtur të përpiqem e të mundohem atë shumë. E ka vlejtur të rrezikoj atë shumë, madje edhe jetën për ditët e sotme, për sukseset e sotme. As atëherë, as sot kur nuk më është dhimbësur mundi për fshatin dhe bashkëtarët e mi, për asimimin dhe emancipimin e popullit tim, të djemve dhe të vajzave. Jam edhe më shumë i emocionuar për sot, shoh këtu në mesin tonë edhe femra dhe meshkuj të arsimuar, që janë bënë me mish e shpirt në shërbim të popullit dhe të interesave të tij, për lirinë e tij. Në heshtje për me zemër të gëzuar them. Unë atëherë isha i vetëm në përpjekjet e mia, në mundimet e mia, drejt rrugës së arsimit dhe emancipimit. Kurse sot janë shumë, janë bërë si lumi që rrjedhën e tij s'mund ta ndalë më askush, me çfarë do force të madhe ushtarake. Sepse dia, arsimi dhe shkolla nuk janë forca më e madhe e një populli. Ju paça fëmijët e mi, nxënësit e mi të dashur. Nga zemra ju dëshiroj suksese, gjithnjë të ndonë rrugën e shkollimit e të dritës drejt çlirimit kombëtar. Të dashur vëllezër e motra, miq dhe mysafir të nderuar, këto ishin pak kujtime dhe emocione të një mësuesi të shkuar në moshë. Mësuesi e tish atëherë ishte 79 vjeçar. Sot jam shpirtërisht më i fortë se kurrëherë, sepse ju jeni ata që më jepni zemër, më forconi dhe më jepni vullnet për jetë. Miru pafshim në tubime të tilla e në kohë të lira. Jetish Vishi, mësuesi i parë i shkollës shqipe në Vërban, 1 qershor 1993. Jetish Vishi ishte figurë komplekse, figurë shumë dimensionale, për te mund të flitet me shumë kuntesa. Është fati mirë që ai ka lënë një vëllim të madh në doshkrim dhe së shpejti do bëhet edhe libër. Dhe më mirë se aja askush nuk mund t'i përshkruaj ato vite, ato përpjekje të mundimshme në kohë shumë të vështira për popullin shqiptar. Ju falenderoj. Faleminderit, zoti Bisliju. Lëvizjet patriotike dhe përpjekjet për të arritur lirinë sigurisht që kishin edhe çmimin e tyre. Sakrificën dhe vuajtjet e qindra mijëra patriotëve e veprimtarëve politikë.
një pjesë e tyre ranë dëshmorit gjatë rrugës së lavdishme dhe të vështirë. E plot të tjerë u keq trajtuar, u burgosën e u persekutuar. Tani me nderim ftoj kryetarin e shoqatës së të burgosurve politik të Kosovës, Shefik Satika. Përshëndetje të gjithëve, respekt për këshillimin organizator për organizimin e këtij topimi mësuesit jetësh në 42 vjetorin të shkollës paqësore të shkollës në Vërban. Jemi në prag të qershovit, në prag të Ligës Shqiptare të Prizrenit, që përpjekjet për veri janë shumë më të vjetra se ajo kohë, por edhe përpjekjet e mëvonshme deri te mësuesi jetish dhe shokët e tij, anë kënd shqiptarisë, për të realizuar qëllimin me arsimor të thotë popullit patriarkisë për vlerat e politikës, sidomos nacionale, por edhe arsimimin e tyre. Në këtë fush, edhe ka ndodhur persekutimet e mëvonshme, po edhe mësuesi jetish ka qenë në mënyrë prej të burgosëve politik, nga veshimi politikitos dhe bandave të tyre. Në votë, është themeluar edhe shoqata e burgosëve politik, ku në mesin tonë të kemi kryetarin e parë të saj, Berat Luçën. Më vonë, në praninë e juaj këtu është edhe Hydet Hyseti, njëri prej veprimtarëve, gjithsesi edhe kryetari i shoqatës së burgosëve politik. Rruga e lirisë, krahas bashkëdyzimeve që bëheshin me historinë kombëtare, me mësuesit, prindërit, bashkëqytetarë, arritëm deri te themelimi edhe i ushtrisë shqiptare të Kosovës, në krye të cilës është për të përshëndetur ushtria shqiptare e Kosovës, por në praninë tonë është edhe generali Sadik Haletja, një prej luftarëve të dalluar të saj. I kemi edhe bashkëdasët nga Maqedonia shqiptare, nga Shkupi, Skënderit dhe shoqëruesit e tij. Ju, familje e mësuesit jetish, do të ndiheni krenar për punën që e ka bërë mësuesi, por edhe gjeneratat e reja janë krenar me ju që u kalon brava edhe si familje e veçantë. Ndërsa fshatit, respekt për punën dhe organizimet që i bëni për të kujtuar mësuesit dhe qershorit. Qofshin qershor e arshëm të lirisë, mësuar liria për gjithë popullit shqiptar. Faleminderit shumë. Përkushtimi dhe qëndresa e popullit shqiptar solli lirinë dhe pavarësinë e vendit tonë. Tani kemi shtetin me institucione të pavarura dhe demokratike. Me kënaqësi e ftoj për fjalë rasti kryetarin e Kuvendit të Komunës së Vitisë, zotin Bekim Azizi. Faleminderit shumë, të nderuar të pranishëm, nderuar kryetar të burgosit politik, kryetar i shoqërisë Lëvizja, këshilla organizate familje e mësuesit të parë, Petë Zhvishi, burgosin politik, ushtarët të shoqërisë qytetare të Kosovës, familje dëshmorëve, gjithë pranishëm sot që jemi këtu. Gjithë ta që të përshëndesim, gjithë na që jemi këtu, gjithë kjo liri që sot ne punojmë edhe në institucione edhe çdo vend, është falë veprave, është falë punës të palashme të gjeneratave të tëra. Gjenerata e parë që hapi shkollat shqipe. Janë gjeneratë që hapi rrugën për krijimin e identitetit më të madh kombëtar, që krijoi veti të lartë kombëtare, që krijoi profesionista për të punuar dhe për të jetuar me radhë. Gjenerata e parë e krijimit të shkollave shqipe
dhe për viset shqiptare ishte lufta e parë më e tmerrshme për Serbisë, sepse kjo gjenerata të mira. Gjenerata e lëvizjeve shqiptare, veçanërisht për gosin politik, që nuk u ndal asnjëherë me mundje dhe sakrificën e tyre të madhe, deri në formimin e Ushtrisë Ligjore të Kosovës dhe luftën kundër Serbisë, deri në sjelljen e Ligjit të Kosovës. Gjitha këto janë të lidhura me kontributin e gjithë njerëzve që kanë dhënë. Kontributi më i madh dhe një përfamosh në ngritjen e vetëdijës kombëtare, popullit tonë, që të duhet vendi, që të njihet gjuha shqipe, që të njihet territorit shqiptare, që të njihet kudo ku ka shqiptar, janë në shkollat tona që janë edukuar gjenerata të tëra. Prandaj në emër të institucionit që drejtoj, ju përshëndes shumë gjithëve, ju falenderoj shumë se çdo përkujtim që bëhet e figurave të tilla është vlerë për të përkujtuar kaluara. E kaluara duhet mësohet mirë, sepse është e lavdishme jonja. E kaluara ka futur të ardhmen. E ardhmen, e tashmja, me formimin e gjeneratave të reja, me krijimin e kuadrave më të mirë, çdo lëmi krijon një të ardhmen më të sigurt. Jeti zhvishi ka hapur shkolla. Shqetësim sot është mbyllja e shkollave për shkak të rive që po na ecin jashtë. Këtë shqetësim do ta luftojmë më shumë institucionet tona, na që jemi populli jon, sepse gjeneratat tona, fëmijët tonë mos na kalojnë vende të tjera, do të çdo kohë kontribuohet për që të bëjë kurse sa më të mira funksionojnë, dhe të hapën prapë të funksionojnë shkollat tona kollha. Ju falenderoj shumë, ju përshëndes gjithëve, ju falenderoj për këtë pjesëmarrje, Këshillin organizator për këtë organizim të mirë që e bën për mësuesit tonë të parë për hapjen e shkollave, se po shoh këtu njerëz që kemi të gjitha vitet tona, sigurisht se të zhvishi që ka hapur shkolla, edhe në shkollë, edhe në detu, edhe ku malon, ka gjitha këto vite kemi edhe këtu sa tani shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit zot Azizi për këto fjalë në emër të institucioneve të komunës. E kur jemi të institucionet, dëshiroj të përshëndes zëvendës Ministrin e Arsimit në Qeverinë e Republikës të Kosovës, Dr. Arsim Ademi. Përndryshe edhe Dr. Ademi vjen nga fshati Vërban dhe nuk është rastësi sigurisht ka dalë nga duart e mësuesit Jeti Zhvishi. Përndryshe kemi nderin që në mesin tonë kemi veteranin e lëvizjes dhe të luftës çlirimtare, ish komandantin e zonës operative të Pashtrikut, Sadik Halitjaha. E lutem komandantin për një fjalë rastën. Të nderuar qytetarë të Vërbanit, të nderuar pjesëmarrës të gjithë rrethinës, të nderuar veprimtar të çështjes kombëtare, të nderuar familje të dëshmorëve, invalid, bashkëveprimtar, bashkëqytetar, të nderuara familja e madhe, Beslimi, të nderuar pasardhësit e mësues Jetish Zhvishit, jemi këtu sot për ta festuar ditën e shkollës, njëkohësisht për të mbajtur akademi përkujtimore për veprimtarin e madh të çështjes kombëtare Jetish Zhvishit. Kur flasim për këtë plejadë të hershme që fillon me njëherë pas aneksimit të Kosovës, pas aborgimit të vendimeve të Bujanit nga Jugoslavia hitiste, organizata e parë që del nga studentët e parë atëherë në atë kohë në Beograd, se s'ke pas fakultet, quhet organizata Besa. Dhe nga e organizat lind NDSH-ja, Partia Nacional Demokratike Shqiptare. Mësuesi i jonë, mësuesi i juaj, i gjithë kombit, Jetish Zhvishi, ishte antar i asaj partie që ishte i ndyra ajka e kombit shqiptar. NDSH-ja ishte pasardhësia e Rinjdasit. NDSH-ja ishte pasardhësia e Fanolit. NDSH-ja ishte që mbolli më vonë lindjen e organizatës për bashkimin e trojës shqiptare
e udhëhequr nga Basiadem, nga Adem Demaçi. Ma vonë, organizatën Liria e udhëhequr nga Metush Krasniqi. Dhe organizatat e tjera si që në udhëheq nga Ilajeti Sheni e nga ne njerëz të madhonshëm që kemi qujt vetën me emra të ndryshëm, OMLK, LPK, deri te UÇK-ja. Të gjitha këto emra jenë përshtatë në rrethonat kohës për të qenë të ngjashëm me Shqipërinë, me shtetin tonë madh, për të qenë të përkrahur me shtetin tonë dhe para botës, për të arritur çlirimin kombëtar, për të arritur çlirimin e Kosovës. Finalizimin e aspiratave të këtyre lëvizjeve dhe të Partisë Nacional-Demokratike Shqiptare e bëri Ushtria Çlirimtare e Kosovës. Ajo një aspirat shekullore arriti të realizojnë pjesërisht me Kosovën e lirë, thamë pjesërisht për shkak se na mungojnë akoma viset shqiptare të shputura fatërisht nga Kosova, atëherë në Jugosllavi, e tani që duhet të jenë bashkë me Kosovën dhe duhet të jenë bashkë me Shqipërinë. Të ribashkohet Shqipëria edhe njëherë, si që i takon mënyrë të natyrshme. Vjen mirë që mësuesi i tij kalon pasazh edhe të shkolluar, kalon gjurmë historike dhe më vjen mirë shumë që përjetoj lirinë e Kosovës sado pak. Ka 1999 dhe 2002 sa ka qenë jetë, ai nuk ka shku me sy qerë si që kanë shku shumë printon e shumë pleqë që kanë prit me shumë etje lirinë e Kosovës, si që e presum në sot ribashkimin e shqiptarëve. Vjen mirë që këtu shoh nga gjitha strukturat dhe gjithë kategoritë përfaqësuese, po më vjen mirë që shoh edhe pleq të moshuar, bacëna jetë, djalin e mësuesit të tij, motrën e tij, vajza e mësuesit të tij. Unë krenohem me ju si verbanash dhe ndihem i nderuar që jam këtu bashkë me ju. Ju falenderoj shumë për durimin që patët, lavdi veprës dhe jetës të mësuesit të tij, lavdi të gjithë atyre që dhanë për çështjen kombëtare, për lirinë e Kosovës dhe bashkimin kombëtar. Faleminderit. Faleminderit komandant për këto fjalë dhe për kontributin tuaj në luftë. Studiuesi i Institutit për Trashëgimi Shpirtërore Kulturore të Shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, profesor doktor Besnik Rameti, ka një kontestë. Ai vjen nga fshati Rashqe i Shkupit, aty ku Jetish Vishi ishte mësues i parë. Të nderuar zonjë dhe zotëri, të nderuar verbanas, të nderuar familje të dëshmorëve në veteranët të luftës, të nderuar gjithë ju pjesëmarrës, kryetarit të burgosët politik, të burgosët politik, kryetari i lëvizjes, antar të lëvizjes, nga gjitha ato kontestet edhe vetë kryetari Xhevat Bislimit, cili thot askush më mirë nuk mund të flas sa vetë mësuesi Jetish, edhe pse unë vi nga Instituti i Trashëgimit Shpirtëror Kulturor të Shqiptarëve në Shkup, këtu do të vej si banor i fshatit të Rashqe, sepse unë do ta ndryshoj këtë fjalim këtu sot, sepse arsyeja është vetësimi jo dhe vetësimi i mësuesit Jetish në ato vite. Pse? Rilindja kombëtare shqiptare themelet e vete i pat në vetësimin e kombit shqiptar duke bazuar nga vepra e heroike të Kasliotit Skënderbeu. Mësues Jetish Vishi dhe fshati Vërban, për ne shqiptarët e Maqedonisë, posaçërisht për vatrën tonë të dijes shkollës tonë që ka në Drita, për fshatin, në fshatin Shelin, pastaj në Hotër, por edhe në Bllaq. Mësuesi Jetishi është pishtar dhe trashëgues
i rilindjes kombëtare shqiptare për një arsye, sepse që nga viti 1913, kur padrejtisht kombi shqiptar ndahet nga pjesa përbërëse e saj, sot Shqipëria londineze, invazioni slav dhe botkuptimi slav në atë kohë tentonte me çdo kusht të bën shpërnguljen dhe asimilimin e popullatës shqiptare dhe këto treva që kishin ngelur jashtë Shqipërisë të bëjnë pjesë përbërëse të botës slave apo të një krijesë që ishte krijuar në vonë artificiale. Këtë e kuptoi vetë Jetish Vishi dhe misionarët nga Shqipëria të cilët e pasuan dhe thanë që të mbajnë mbi vete dhe suprin një mision të madh. Dhe ai mision vazhdoi posaçërisht më 1 kishor të vitit 1923 me hapjen e shkollës së parë shqipe në Verban. Fshati Verban dhe mësuesi Jetishi nuk është vetëm një figurë e një dijes apo një mësuesi, por ajo është emblematika e kombit tonë për një arsye, sepse pas vitit 1945 në fshatin tonë nuk ka pas kushte sikur sot që erdhën me vetu apo erdhën me makinë, por ai është nisur me mjetet e veta për të arritur deri në fshatin tonë për të hapur shkollën e parë shqipe në fshatin Rashi. Dhe ai jo vetëm Verbanit që la një të shohë, por ja dha dhe fshatit Rashi. Nga fshati Rashi, ai do të shkon pastaj në pjesën e Zhelinës, ku edhe atje do të hapë shkollë dhe të jetë mësues për të vazhduar dhe për të përhapur gjuhën shqipe. Në këtë koncept të veprimtarisë së tij, mësues Jetishi, shumë mirë e tha edhe komandanti tha, ai e shijoi Lenin. E dini pse ka shijuar? Sepse ai e ka dashur më shumë se gjithë. Sepse nuk ka vetëm pushka ajo që do të kthen Serbin pas, por është vetësimi i kombit shqiptar dhe shkollimi i popullatës, sepse pa shkollë ne sot kemi humbur pjesën më të madhe të Ballkanit, nga Isra e deri në Ambraki. Sot kontributi i mësuesit Jetish Vishit mund të konsiderohet me shqiptarët e Sanxhakut, të cilët kanë humbur vetësinë dhe ndjenjën e vet kombëtare. Sot shumë shqiptarë të cilët në Maqedoni, nga bota ortodokse, të cilët nuk kanë pas shkollim të mirëfill me gjuhën shqipe, sot janë shndruar në botën slave. Andaj, mësues Jetish Vishi konsiderohet si Konstantin Kristoforidi, Jani Vreto, Zef Serembe, si Sami Frashëri, dhe pastaj që kanë vazhduar bashkë me Mahmud Domani në pjesën pas vitit 1945 e deri në çlirimin e Kosovës, lavdi veprës dhe punës së tij. Faleminderit shumë, profesor, për këtë fjalë. Jetish Vishi dha kontribut të jashtëzakonshëm kombëtar përmes Organizatës Nacional Demokratike Shqiptare, si antar i së cilës edhe u dënua me 7 vjet burg për veprimtari kombëtare. Me një kumtes nga Tetova ka ardhur profesori, politikani dhe studiuesi, profesor doktor Ismet Jonozi Krosi. Shëndetje Kosovë e Lirë. Vim nga Tetova, ku kemi një amanet të madh të mësuesit Jetishi. Nuk shumë e përshëndetje individuale apo organizative, nga se më bëni përshtypje ku mbërritëm këtu Joaquin Kufiri, bulgaro-italian, të përmend historianët janë tokat e çliruara të dyshimit. Bëri përshtypje ku janë zona bulgare dhe zona italiane. Çfarë pas ka pasur i madhi Jetish Vishi? Të dini pse? Edhe Zhelina ka qenë zona kufitare 24 mes Shqipërisë dhe Bullgarisë. Dhe po atje e kemi mësues, por unë do të flas nga kënd vështrimi i Organizatës Nacional Demokratike Shqiptare.
Atje brumosit me shok të idealit në medresejnë e Shkupit, me tekst të veçantë në ndikimin e shtetit shqiptar. Ka asaj kohë. Pastaj me Kukavari, pastaj me Duan Gjiu, e shumë të tjerë dhe promosjen që ai neve na kalon peng për historiografinë shqiptare, është kuvendi i dytë qendror i OND-s në korrik të 46. Për fatin tonë, njeriu më i besuar i asaj organizate. I OND-s ka qenë mësuesi që i përkulemi, Jetish Bishi, që i përcjell me drejt vendimet e OND-s, ambasadës së Amerikës dhe Anglisë, përkatësisht përpjekjeve anglo-amerikane. Por sot kemi një porosim më të madhe, ndonse kryetari i lëvizjes ka vënë me dije se do shkrimet, kujtimet do të botohen. Uroj që ato botimet jenë të ndryqohen, dhe kur dhëmë herën tjetër përpos shumë njerëzve, shqiptarëve që ka dhënë tribut për këtë që sot Kosova është e lirë, duhet të shohim edhe o lapidar, o përmendore, aty ku e ka vendin nga se për ne dhe reflekton si mocion i përmendorit politik. Andaj, lavdi i jetës dhe veprës një vepritari të një kursejnë të jetën dhe bolli parën e tijes edhe tek ne e ndë përpilitemi në rrugën e konsolidimit dhe bashkimit kombëtar. Ju falenderoj. Faleminderit shumë profesor për këto fjalë dhe për prezencën tuaj të respektit. Një qershori, përveç që është data e hapjes së shkollës së parë shqipe në Vërban, është edhe dita ndërkombëtare e fëmijëve. Me këtë rast të gjithë fëmijëve urojmë shëndet dhe jetë të lumtur, kurse neve na duhet të shtojmë përpjekjet dhe përkushtimin tonë që atyre t'u lëmë një botë normale për të jetuar. Ky grup i nxënësve do t'ju sjellë një recital dhe një valë të bukur popullore. Mësuesi i tesh, mësuesi i parë, nisi shkollën shqipe në fshatin Vërban. Ka 10 të rinj e të reja, ja mësuj shkollës, alfabetisht që të mësonet ti bashko e botës. Të rrit i dhe emrin drit, me shkrim dhe lexim, era tun dhe lisat bashkë në fshatin tim, si pik uj e fillove, pastaj rrjedh vazhdove, në Greqec, Rashqe e Zhelin e përhopet. U mësove fëmijëve shkrimin dhe leximin, të ndriçojnë me dije si shqiptare dhe jukohije. Gjërat më të bukura, mësuesi na i mësoi, tregime vjesha që kur si harrojnë. Mësuesi i parë, ndriçuesi i panor, jemi krenar për punën e bërë. Mësuesi e tesh na mësoi besim, andaj si mësuesi i ta ka kënder. Mësuesi i tesh, në zemër kishe mirësi, na dhe edukat, na dhe diturin, na mësove të vërtetën, na ndriçove jetën, për arsëmen e kishe ndjenjën.
Gjithmonë në dorë e mbajte penën, të mësuarit është dituri, përgatitje për ardhmëri. Baca e tësh të lutë për veprën, hape shkollën, bëlle me i tepën, me treguar të vërtetën si mitur që i barbon, por ne jemi shqiptarë. Mësues i dashur, ty gjithmonë të kujtojmë, sepse na mësuve të shkruaj me lexojmë. Edukata dhe dituria janë si drita në rësirë, për të mësuar është detyrë dhe mision për të mirë. Gjëja më e shtrenjtë për t'u adhuruar është shkolla e parë ku kemi mësuar. Shkollët e mësues me parë gjithmonë do t'i kujtojnë, sepse janë gjurmë që kur si harrojnë. Nga mësuesi i parë fituar dituri dhe edukat, andaj shkolla dhe mësuesi i parë meritojnë lavdat. Faleminderit shumë fëmijëve për këtë paraqitje të bukur. Në vazhdim ftoj për një fjalë rasti Kemal Dullovin nga Biçeci i Kaçanikut. Fare përgjime për këta voglush që paka shumë në relaksuan. E nderuara familje dhe mësuesit të parë advetarit jetës gjyshi, të dashur nxënës, të nderuar mësimdhënës, gjyqitetar të Barbanit e të pranishëm të tjerë. Kam kënaqësinë e veçantë që në këtë ditë festive, në këtë akademi që i kushtohet shkollës së parë shqipe këtu në Barban dhe mësuesit të saj të parë advetarit jetës gjyshi,
të jam këto dhe bashkë me ju të ndajmë gëzimin e kësaj dite sa historike faqe festive. Urime për vjetori thellë të dytë i shkollës së parë shqipe në Barbat. Paqe, fat, shëndet e plot suksese. Edhe njëherë ju përgëzoj juve familjen e mësuesit e adretarit Jeti Zhvishi për të gjitha të arriturat, punën e palotur dhe përhapjen e dijes edukimit e brezave kudo që punoj ai. Dhe pse jam këtu pa ju? Është një arsye e vetme. Unë e emër të shkollës Yusuf Gërvalla nga Viceci, ju sjell falënderimet të përzemërta për familjen dhe të afërmit e mësuesit tani më të ndjerë Jeti Zhvishi. Një bashkëfshatar i juaj i cili ishte mësuesi i parë i shkollës tonë në Picet, ndërkohë që ai do të mbetet gjithherë i vlerësuar dhe falënderues jo vetëm nga ne si shkollë për gjithë sakrificën dhe kontributin e tij për edukimin dhe arsimimin e brezave në shkollën tonë në Picet. Ishte mësuesi Jeti Zhvishi i cili për herë të parë më njëherë pas përfundimit të luftës dytë botërore, filloi të mësonte ABC-n vogluesve të rinjve fshatit Picet Nikaj. Fillimisht në xhaminë e fshatit Nikaj e më pas në medresenë e fshatit Picet. Ndërkohë në vitin 1951 mësimet filluan të zhvilloheshin në shkollën e re të fshatit Picet, të ndërtuar me vetë kontribut e punë vullnetare të Picetit. Edhe njëherë dëshiroj që të falenderoj për të kontributin e dhënë mësuesin Jetish, që nuk do të harrohet asnjëherë e ju familjar e të afërm të tij të jeni krenar të nderuar për veprën, angazhimin, për shpërndarjen e dijes dhe edukimin e brezave. I përhershëm qoftë kujtimi për mësuesin dhe adretarin Jeti Zhvishi, lavdi e përjetshme e punës dhe kontributit të tij. Faleminderit. Faleminderit shumë. Të vjetrit kanë thënë figurativisht se njeriu gabon që të shkojë këtu të ndërtojë një shtëpi për vete. Edhe Jeti Zhvishi, kudo që ishte, kishte krijuar kontakte dhe lidhje të shëndosha me shumë njerëz. Kështu, familja Gjeladini në Zhelin të Tetovës ishte për si shtëpi e dytë. Nga atje ka ardhur ish ambasadori Fatmir Gjeladini. Shumë faleminderit nderuar. Përshëndetje familjarët, Fatmir, që edhe unë bati jemi Fatmir. Përshëndetje profesor, nderuar veteran, përshëndetje xhevat dhe familjar, ju përshëndesim gjithëve ju bashkëtar. Momentet tani për fajt xhevatit edhe kolegëve tonë nga Universiteti të Tetovës, e gjejmë vështirë, po edhe të thjeshtë. Reflektojmë disa nga beneficionet që unë personalisht i kam parë nga profesorit, duke qenë si familjarë të tij dhe shpesh në rasteve dodheshin për pyetje dhe përgjigje shumë vështira. Tani duke qenë mesin e juaj këtu, mendoj se thjeshtësohet dhe komplikohet kuptimi jonë mbi dijen, mbi luftën, mbi përpjekjen, identitetin tonë. Edhe dhe filloj me thjeshtësi. Duke u parë ju këtu, profesor të nderuar, administratorë dhe funksionarë të ndryshëm të shtetit, pjesërisht shqiptar, një copëze Shqipërie, duke parë veteran shumë nderuar të luftës, si politik, ashtu edhe të pushkës, është e thjesht kuptosh një filozofi të këtyre burrave që ne kemi përjetu dijen, por kemi përjetu edhe thjeshtësi, fluiditetin, mundësinë e tyre për të ndërtuar, si mësuesit tonë nderuar, me intelektual kohës. Po të njëjtën kohë edhe me veteran të pushkës.
atë tani e gjej këtu me qlush dhe është një kuptim i thjesht për mua ta kuptoj se si modja dhe pushka sjellin rezultate të asaj që ne gjithmonë e kërkojmë. E dyta që unë për vete e komplikoj mendimin, besoj se ju e dini më mirë, është kompleksiteti një figure të këtij dhe shumë figurave të tjera. Kompleksiteti i figurave të tilla e bën të mundshme për mua rigjenerimin e një identiteti kombëtar shqiptar, të asaj që ne gjithmonë e synojmë, e jetojmë dhe shpresoj të dhe partë në brezat e më hershëm, e më vonshëm, një mendje shumë të shëndohesh, sa të thjesht, aq edhe të shëndohesh, të dijes themelore, gjuhës shqipe, po edhe kompleksitetit veprimit politik dhe diplomatik që në kujtimet e veta mësuesi dhe unë i kalon. Tani, nëse unë si diplomat mund të vërrej një lëvizje apo një veprim diplomatik kërkesave territoriale, besoj se një mendje shumë e ndritur, me shok shumë ndritur, me bashkëdhëtar shumë ndritur, bashkëshortar shumë ndritur, ka mund të bëj vërrejtje dhe të reflektoj mbi këto ndryshime siç ishte rasti i kërkesës tek vendi i duhur në industri përkatëse të shtetit anë. Kështu që edhe ne me këto kompleksitete besoj se brezat e arshëm, funksionarët, zyrtarët e ndryshëm, profesorët, pedagogët, po edhe luftëtarët që i keni shumë nderuar, dhe veteranët, si politik ashtu edhe ushtarak, do gjejnë forcën që si që keni ju këtu, në mirë të unifikume, të nxjerrim kuptimin e këtyre njerëzve që ju i keni njohur më mirë se ne, edhe që ne tani e kuptojmë si një identitet të rëndësishëm shqiptar të respektimit të asaj që është pikëpari afër nesh. Dhe kjo e bën një komunitet përbashkët, pa rëndësi kufish administrativ. Ju falenderoj edhe një herë, ndjen vetëm të nderuar që jemi këtu dhe shpresoj që një bashkim i këtij, një reflektim i këtij do na ngjall ide, mundësi të reja për veprime dhe të më të tjershme. Ju falenderoj. Faleminderit ambasador për këto fjalë dhe për prezencën tuaj, dhe sidomos për lidhjet speciale që keni pasur me mësuesit e ditësh. Tani kemi një kumtes nga profesor doktor Isak Shema me titull Kontributja arsimorja tetarit vjetish Bislim Bishit. Në mungesë të profesorit i cili aktualisht gjendet në Vjenë në një simpozion shkencor, kumtesën do ta lexoj. Mësuesi veteran i arsimit shqiptar Jetish Bislim Bishi ka dhënë kontribut në veprimtarinë arsimore në shumë shkolla shqipe që nga vitin 1943 dhe deri në vitin 1973. Më 1 qershor 1943 në vendlinjen e tij në Vërban, filloi misionin arsimor për ta vazhduar si mësimdhënës për hapjen e diturisë të shumë gjenerata gjatë gjithë jetës deri në vitin 2003, kur ndëroi jetë me lavdim e realizimit të idealeve patriotike dhe edukative. Në fillim ai pranoi dhe realizoi synimet për hapjen e shkollave shqipe në Kosovë dhe Maqedoni pranë në viset shqiptare të lirueme sipas udhëzimit të Ernest Koliçit. Në këtë akademi përkujtimore japim vizionin për shkollat shqipe të Ernest Koliçit për aktivitetin praktik të mësuesve shqiptar të kohës, shumë të vështirë, por jashtëzakonisht të rëndësishme. Mësuesi Jetish Bislim Bishi ka jetësuar me përkushtim profesional dhe atë dashuri programin mësimor dhe udhëzimet e shpalosura për zbatim në shkollat shqipe. Pikpamjet e Ernest Koliçit për arsimin janë interesante, të qëndrueshme dhe gjithnjë aktuale. Ai ka shkruar në prozën gjaku: "A ka send më të mrekullueshëm në këtë botë se me i sjellë qytetnim një kombi zhyp në errësinë e padijes. Ai që kalon nëpër popull për hjell farën për një jetë më të mirë,
ai që ndryshon me një ritëm të bukur tokën që na ushqen, ai që mban me nga një agimet në muzgën e përcaktuar të shpirtave, shkurt kush i dikton popullit një udhë të re qytetnie të vërtet, ai i dej me qenë i nderuar si gjysmë perëndie. Në këtë kontekst nuk është objekt studimi vetëm veprimtaria arsimore e Ernest Koliqit, por vetëm angazhimi dhe kontributi i tij për zhvillimin e arsimit në viset e liruara gjatë luftës së dytë botërore dhe posaçërisht në Kosovë, në kohën kur ai ishte ministër në Ministrinë e Arsimit të Mbretërisë Shqiptare. Dokumentet arkivore të Arkivit Qendror të Shtetit të Shqipërisë, të Arkivit Kombëtar të Kosovës e të tjerë, organet e shtypit dhe të periodikut shqiptar të kohës, si dhe botimet e veçanta përmbajnë të dhëna interesante për angazhimin e drejt për drejt të Ernest Koliqit për hapjen e shkollave shqipe në Kosovë dhe në viset e tjera shqiptare. Ai e njeh të mirë gjendjen e rëndë të popullsisë shqiptare në Kosovë para luftës së dytë botërore, që nga viti 1924, 5 vjet kalon në mërgim në Jugosllavi. Popullsia shqiptare nuk ka pasur as të drejtat e përdorimit të gjuhës së vet në punët publike, e shkollimit në gjuhën e vet anëtare, e zhvillimit të kulturës nacionale, botimit në gjuhën e vet anëtare, individualitetit nacionale të tjerë. Në mënyrë të veçantë ka qenë i pamëshirshme shtypja dhe urrejtja nacionale ndaj shqiptarëve, duke shfrytzuar rrethanat e reja të krijuara pas ndarjes së Kosovës në 3 zona okupuese në pjesët e Kosovës dhe të Maqedonisë, që i u bashkuar Shqipërisë në bazë të dekretligjit mbretëror dhe dekretit të mëkëmësit të mbretit numër 264 të 12 gushtit 1941, Ministria e Arsimit planifikoi fillimin e arsimit shqip. Ernest Koliqi më 25 tetor 1941 lëshoi qarkore drejtuar të gjitha subjekteve të arsimit shqiptar. Të gjitha shkollave të mesme të mbretënisë, konvikteve të shtetit dhe inspektorëve të arsimit, objekti, hapja e shkollave në viset e liruara. Teksti i këtij dokumenti përmban 5 paragrafë. Vjeti shkollor që po hapet, duhe e shtri tashti edhe jashtë kufive të vjetër të atleut. Mund të quhet me plot kuptimin e fjalës një vjet historik, sepse shkolla shqiptare po nis në veprue edhe në viset e liruara. Mallëngjimi i joni pa kufi për vëllazmit që për aq vjet kanë dëshiruar jo më bashkimin e andruem e sot të realizuem për fjalën shqipe, do të pasqyrohet në veprën intensive e të shndritun që secili nesh do të ushtrojë për të bërë atë Ukraina të zhduket sa më parë, me një kulturë të shëndosh e të thjeshtë shqiptare edhe shehi më i vogël i robërisë të viteve të kaluara. Arsimi kombëtar që ka pas mbajt idealin e irredentizmës në gjithë të vet, përgatitet me të gjitha fuqitë e veta me plotësue nevojat e krahinave që u bashkuen tek mbrëmja me atë. Për të qenë në nartësinë e kësaj detyre historike që po i largohet shkollës shqiptare, duhet që shpirti i sakrificës të shkëlqejë shprej më të madhit e deri në më të vogël pjesëtar të familjes arsimore. Çdo dyshim, çdo plagëti apo akt mosinteresimi ka me u quajt mungesë besimi kundrejt atleut. Jam i sigurt që shkolla shqiptare do të shfaqin fuqinë e vet, e zotësinë. Këtë kthes të historisë duhet e tregue e dejnë për Shqipërinë e madhe, e cila në të do të gjejë arsye kryesore të qenjes e të përparimit të vet ndër rrugët e reja që po i hap. Ministri Ernest Koliqi. Faleminderit. Tani kemi edhe një letër urimi nga kryetari i shoqatës së veteranëve të ushtrisë qendrore kombëtare, Daim Hiseni, të cilin do ta lexoj pranuar. Të nderuar të pranishëm, e respektuara familje Vishi, të dashur mësues, punonjës të arsimit në Republikën e Kosovës. Duke pas parasysh frymën dhe veprimtarinë atletare të luftëtarëve shqiptarë ndër periudha të ndryshme kohore, me të vetmin qëllim të tyre për liri dhe bashkim kombëtar, hyrjen time do ta filloj me bisedën e zhvilluar mes kryetarit të komunës së Tervenit,
Is Kopanica dhe mësuesit Jetish Vishi, zhvilluar në tetor të vitit 1945 në fshatin Kopanis të Shkupit. Jemi përpjekur dhe kemi menduar se me forcat tona dhe të mundemi ta çlirojmë intervenin ose ndonjë trev tjetër dhe ta mbrojmë me tytat e pushkëve, por kishim qenë gabim. Ajo që bën unitetin nuk është vetëm arma, por edhe lapsi. Ata që do të dinë ta përdorin lapsin, ta keni në dieni se jo një nahi, por një Europë e fusin në tyt të pushkës, sepse vetëm në atë mënyrë mund të ruajmë gjuhën, traditën dhe arritjen e synimeve të karishme të popullit shqiptar. Faktet historike dëshmojnë se lufta ka gjoksin dhe guximin, por ardhmëria mbetet e verbër dhe në errësirë nëse nuk e ka shkollën dhe arsimit. Këto fjalë të mësuesit Jetish Vishi edhe sot përdoren në trevat tona. Në emër të shoqatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare kombëtare, me sinqeritetin më të madh jemi mirënjohës dhe falënderues për vizionin dhe lartëpamësi e mësuesit nga Kosova Jetish Vishi, i cili me përkushtim të lartë ishte pjesë e themelimit të shkollës së parë shqipe për nxënësit e fshatit Rashqe, Kopanis dhe Sullare, si dhe në mbrëmje gjatë çdo ndeje me burrat e moshuar të vendit, trasonin vijën e idealit rreth organizimeve të më të qeshme të kauzës kombëtare. Kur krenohemi dhe betohemi, pasha ato 3 vite Shqipni, është e pashmangshme të themi që njëri nga kurthemelet e idealit për bashkim kombëtar është edhe emri i çmuar i mësuesit tonë të përbashkët Jetish Vishi. Lavdi jetës dhe veprimtarisë patriotike të intelektualëve të shquar të asaj periudhe kohore, të atyre të cilët me plot kuptimin e fjalës në hapën tempujt e shenjtë të njerëzimit dhe shkollimit me shkronjat tona shqipe. Sot para jush i përkulem emrit të shenjtë, emrit mësues, kuptimi i të cilit bën pjesë në qëllimet e 3 shkronjave të arta UÇK. Lavdi mësuesit tonë të përbashkët Jetish Vishi. Ndërimet e mia të i zeni. Unë për vete nuk prezentova në fillim, për ju që nuk më njini, jam Tefik Salihu, folës dhe gazetarë. Në këtë rast, duhet të falenderoj edhe gazetarët dhe kamermanët që kanë ardhur për ta përcjellur këtë akademi, La Kosova dhe Plus Televizion. Më duke që këtu ishe edhe Beki Bislimi, po ashtu gazetar që vjen nga familja Vishi. Zakonisht, neve gazetarëve na kritikojnë pse merremi vetëm me problemet e shoqërisë dhe të shtetit dhe sjellim vetëm lajme të këqija. Sot në mesin tonë kemi edhe një gazetar tjetër, një doajen të radio televizionit të Kosovës. Ai vjen nga Isniqi i Deçanit dhe për ne ka edhe lajme të mira. Zek Sinanaj. Përshëndetje të gjithëve, që mos shkoj në emra, nuk e kisha paraqose do ta marr fjalën. Unë, mua, bashkë me një ekip profesioniste, familja Bislimi, me ka besuar që të realizoj një film dokumentar. Dhe kam punuar në mujtë të tërë, në për të gjitha trevat, vendet ku ai ka punuar, ka vepruar. Fillimisht do t'i falenderoj të gjithë vëllezërit nga fshatrat e Shkupit, të Tovës, Kumanovës ku ishim për likëpritjen që na bën dhe për kushtet dhe dhënat që na i ofruan që në mënyrë sa më profesionale të realizojmë këtë dokumentar. Jam shumë i lumtur që pata rastin ta bëj këtë dokumentar sepse mësova shumë gjëra të asaj periudhe për mësues e sidomos për Jetish Bislimin, po them, fillimisht dhe kam bërë volumtime në arkiva, dhëna, rrethime që të zbuloj çdo gjë që është e mundur. Unë dje mbrëm e kam përfunduar filmin dokumentar.
të nuk ty detajet të cilat u folet, se do të thuhem aty të gjitha, e kam emërtuar mësuesi me Kësu Gjakove. Pse, ti të dhe me të komentari, pse, dhe një përshtypje, Kuresha, kur ishte në fshatin në Rashe, dhe në ato fshatra, mësuesi jetisht gjithmonë ka mbajt plisin e parë. Dhe atje shumica e kishin të njohur si mësuesi me Kësu Gjakove. Unë nuk e kuptoja pse Gjakove, dhe i pyeta. Thanë se atëherë ne në Maqedoni dhe vise tjera e dinin që plisi prodhoi në Gjakove. Dhe me ekipën që e realizova, që edhe Islam Haxhi është aty, pata kundërshtime. Dëshiroja që ta bëja mësuesi me pjesën e parë, por nuk e lam, thanë, ashtu originali si që kanë thonë banorët asaj treve. Kom njëve të gjeneza e familjes, vetëm disa detaje të vogla, ndoshta nuk do të qoj gjatë. Familja, rrjedh kemi qenë, bashkë me Gjellatin kemi gjiru nga fshati Surroj, i Kuksit, i Krahinës së Lumës. Rreth vitit 1800. Dhe vinë fillimisht të vendosen të me Kaçanik aty në periferi dikun, ka sot mbi emra Vishi aty. Se këta beslimit dhe prej aty i ka mbetë jetish beslimit emri dhe që e ka mbajtur gjithmonë jetish Vishi. Krahas hapjes që po korrespondon edhe me ditën e sotit shkolla që është hapur me 1 qershor 1943, është më rëndësi edhe një element këtu. Me zbarkimin e Boshtit, që njohur si fashist, në Shqipëri formohet qeveria shqiptare, do të thotë në bashkëpunim me ta. Dhe krahas kërkesës dhe dekretit që i shohet nga ajo qeveri për hapjen e shkollës, unë mendoj se aty kishte bërë edhe një punë të madhe. Shkon bashkë me Zeq Verbanin, një ardhëtar i njohur i kësaj ane, dhe kërkojnë nga qeveria shqiptare atje që fshati Verban t'i kthehet në ndikimit zonës italiane, sepse të drejtat e shqiptarëve ishin shumë më të avancuara, se Verbani me një 5 fshatra tjera ishte në ndikimin protektoratin, si ta quaj, bulgar, e që kishte vazhduar dhuna, trysnia ndaj shqiptarëve, sikurse në kohën e ish Jugosllavisë tjetër, siç është quajtur. Dhe ja arrin qëllimin dhe kthehet këto 5 fshatra këtu, kthehet në ndikimin. Dhe aty ishte edhe preteksti se hapet shkolla parë Shqipëri. Sa ka nejtë në fshatin Zhëllim, ka nejtë në familjen e ambasadorit Fatmir. Disa elementi që nuk. Edhe aty, aje ka pagzuar ambasadorin në nderuar tonë, që është edhe pjesë e misionit me emrin Fatmir, sikur se ka edhe djali i tij Fatmir. Prandaj, po thëmë, ashtë sa kam pas mundësi, sa kam ditë, sa me tërë ekipin që e falenderoj shumë, e kom bërë një punë të vogël, në kullën e madhe të arsimit, të abetarizmës, të jetizhvishit, një dritare e vogël që do të hapë rrugë për studimet e vetëmetime. E një punë e madhe, tepër e madhe që e përmendi Gjellatin kësaj fakti, se që kem ka insistojnë që ta botojnë, janë shënimet që i kalon titari jetë shkrimi, si ta quaj, në pini jemi faqe. Dhe të gjitha me përshkrimin e ti, une në jetën time nuk ka parë se dikush mund të shkruaj aq bukur. Dhe ju falenderoj të gjithëve dhe gëzuar dita e shkollës së parë Shqipe të në Verban. Faleminderit shumë për punën që keni bërë me ekipin dhe për këto fjalë me atje. Tani do të dëgjojmë një poezi pushtuar mësuesit jetish të autorit Xhavit Sulemani Pocaka,
e të cilën do ta recitoj djali i tij Shndriti. Përshëndetje. Para se ta them vjershën, kam disa fjalë për mësuesin e tesh ose siç i kemi thënë na, baca e tesh. Mësuesi e tesh është trashëgimi kulturore, e them këtë sepse mësuesi i tesh është në plejadën e mësuesve dhe patriotëve shqiptar të kohët. Mësuesi i tesh e hapi shkollën e parë shqipe në Vërban me 1 qershor të vitit 1943 dhe për këtë vepër madhështore babi im ja ka kushtuar një poezi që do ta them tash. 1 qershori. Ditë e madhe 1 qershori, zëm të madh në Vërban solli. U hap shkolla e parë shqipe që na solli rrez e drite. Baca e tesh na ishte mësuesi, shkoi në Tiranë të zëvë Penusi, që ministri arsimit teshte mor dekretin shkollë të neste. I tërë fshati i Vërbanit ndërronin me dëshirë, alfabetin shqipe të mësonin të mos mbetën e errësirë. Shkronjat shtypit, shkronjat shkrimit i mësuan ditë për ditë, për të shkruar dhe lexuar, të gjithë jemi përgatitur. Të datë gjithëherë festojmë, ajo rodhi ngundër vite. Nga zbrezi e kujtoj, zemra tona gjithë qëndrojnë. Vepra jote baca e tesh, është shumëzuar shumë fesh, andaj sot me krenari, vepra sot i thurim ladin. Lumë, Shndriti gjithmonë. Kontributi për kushtimi dhe mundi i mësuesit e tesh për arsimin dhe dashurinë u kurorëzuan me një armatë intelektualësh të prezave të tërë. Rrezet e mësuesit e tesh ndrisin edhe sot të kësaj dite në vendindjen e tij Vërban me njerëz të ndritur e personalitete në shumë fusha. Dhe nuk është rastësishme që edhe çdo kulm i familjes Vishi, familjes së madhe Vishi, ka të paktën nga 2 mësuese më tepër, e mos të flasim për të shkolluar të tjerë. Kështu që ai ka lënë një trashëgimi të çmuar arsimore, kulturore, kombëtare, së pari në rrethin e tij. Në emër të familjes do t'ju drejtohet djali i Jetish Vishit Fatmir. Ju përshëndes, fillimisht gjithë musafir që kaluar dhe kanë madhështu këtë manifestim, përshëndes familjarët, përshëndes bashkëshatarët edhe pasardhësit e babës. Unë nuk du mu zgjatë shumë, vështishta se baba ka jetu me mu deri në vdekje. Dashta me evoku disa kujtime ose disa ndodhi që i kanë ndodhur gjatë jetës, por nuk du mu zgjatë. Se unë të thëmë drejtë, unë s'jam qash që meqën me folë shkurt, po do të mundohem me shkurt. Baba ka qenë i Burgosën, s'po du me i përsërit ato që ka u thamë. Gjatë vujtës dënimit, i tes nana. Nana Katire, gjyshe jeme, nana e babës. Edhe ata gardianët në burgun e Idrizovës kanë qenë shumë bujarë, edhe vjen e gardiani, të po thamë në fjartë e babës. Vjen gardiani të cilë jo e si Vishi, thot, une, ka dek nana. Që kur mi thonë, shumë të u prejka, dhe që 40 burra në zonë burgut, ta për mu afru një burg, ta kapi për dole, ta mos të shtoj e tesh, 40 burra për shqyri. Ai burg ka qenë një Latif Klinaku, i shatit Bivalak, komunës Mushtërisë, me cilin baba e ka vazhdu më ndej aranim dhe dhe mas dalës për burgut, edhe unë e kom shku shumë herë të aj, bashkë me babën. Edhe në rast tjetër, gjatë vujtës burgut, shkon Basi Bajram me vizitu në burg. Përse shkon Basi Bajram me vizitu edhe i thot baba,
Thot, a ka ne sentri, thot, po, thot, pati, se pati ka thonë, unë mu ka lind një djallë, ty të ka lind një qipë. Thot, edhe që shakë një lanë emnat, thot, djallit Isa e qikës Mirisha. Thot, si që shkojsh me njëherë një angru emnat. Isa, Lohan, Mirisha e Shpresi. Lohani nuk është në mesin tonë, po Shpresa është mesin tonë edhe është e pranishme këtu. Edhe diçka do është, generali për me Ljerina e shumë e ka trash Ljerin, edhe ka qenë pak, ka qenë qashtu që ju ka ne i gati seneve, dikon vitet e 80 i ka porosit kur të vorë, dvetet. Edhe ka porosit që në pitaf të shtrupët. Vdiqa me Ljerin në zemër, por pa u taku me te. Por, jo vdiqa me Ljerin në zemër, se ka para po që mas të test. Edhe mirë po, aje vdiq në vitin 2003, e më rriti Ljerin dhe të shamë po, qaj epitaf më në kove, edhe tash në vorin e ti, që ka bashkë me nanën time, me nanën lajshë, shkru njëtësh, viskrimi vishin, viti lindjes, viti vdekjes, veteran e arsimi. Ju faleminderit edhe një herë cilëve, për pranit, Faleminderit shumë. Me mësuesin jetisht të gjithë jemi krenar, po sidomos familja Vishi natyrisht. Dhe sot, ndërsa kujtojmë hapjen e shkollës së parë shqipe në Vërban dhe veprën e Jetish Vishit, nuk po përkujtojmë vetëm një të kaluar, po festojmë një trashëgimi. Një trashëgimi që na obligon të ecim përpara me të njëjtin ideal, të ruajmë gjuhën tonë, të mbrojmë arsimin dhe të vlerësojmë ata që me mund e zemër e kanë bërë të mundur rrugën tonë drejt diturisë. Lavdi shkollës së parë shqipe të Vërbanit, nderimi përjetshëm për Jetish Vishin dhe për të gjithë arsimtarët që mbollën e shpërndan dritë e tije. Ju falenderit të gjithëve për pjesëmarrjen në këtë akademi, sidomos të atyre që kanë ardhur nga larg, nga Kumanova, Tetova, Shkupi, Prizreni, Gjelani dhe nga qytetet e tjera të Shqipërisë. Tani ju ftoj me një koktejl rasti, të cilin organizatorët e kanë shtruar për ju. Falenderit për ju.